Punimet artizanale, veshjet tradicionale, mbulesat e punuara me dorë, por edhe produktet ushqimore e pijet karakteristike u ekspozuan në panairin trashëgimia që jeton, edukimi të rive përmes zanateve tradicionale të organizuar në Vaun e Deës me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Rreth 20 biznese artizanale nga Vauni i Deës, por edhe artizanë të ftuar nga rrethet të tjera të vendit, sollen mjeshtrinë dhe traditën e trashëguar ndër breza. Panairi kishte në fokus promovimin e artizanatit dhe krijimin e më shumë mundësive për zhvillimin e këtij sektori. Janë të gjithë bizneset artizanatit kësaj zone, pasi zona Vaudès ka disa biznese artizanati, janë të ftuar edhe bizneset e tjera të kësaj zone për të promovuar gjithçka sot Vaudèsi jep, sepse gjitha në fund janë artizanat. Janë zanate që janë të trashëguar. Artizanët theksojnë se zanatin e kanë trashëguar nga familjet e tyre që në fëmijëri, ndërsa me kalimin e viteve kanë kthyer atë në një aktivitet ekonomik. Punimi dorë kena bërë qysh fëmijë me thënë drejtën, sepse nanat na kanë mësuar ashtu. Panairi shërbejnë shumë sepse na bajnë të njoftën me klientin. Ne jemi rrit me të zgjahit të pananëm, familjen, se vjen nga zona Hasit. Ne po mundohem të trujmë traditën, sot kam sjell gjitha krahinat nga një lek, nga një model për krahin, ku janë të punuar me makinë digital, ku janë të punuar edhe me dorë. Pavarësisht hovit që kanë marrë prodhimet artizanale këto vite të fundit, artizanët ngrenë shqetësimin se të rit po tregojnë pak interes për të vijuar këtë traditë, ndaj duhet më shumë sensibilizim për moshumbjen e vlerave të artizanatit.